është ta me 10 vite, 15 vite ma herë që shukon shumë tabu për me shku te psikologu. Po prap mendoj që është e vogël, do me thonë ajo përqindja, qiftet nuk pranojnë, do me thonë ato qiftet që pranojnë me shku te psikologu, ose do të me pas një, që shme thonë një farfonin, një farë mindseti shumë matë mirë, ose do me thonë me pas një mirë kuptim. Mbarët nështë edhe sa është dasha mirë si vetë vetës, kur ja do të mirë vetës tone, të shani njëri sigur të për shamull, që është bashkë e kësaj fushë, edhe menoj që do të me u trajtu problemi, me shkuti një person që është kompetent, si kur jo dhe me zhjith që e bisedu me dhe ma herët mës me lonë mu zhvillu qaj lloj problemi, se ndoshta ma vonë mund me kone edhe ma i kushtushëm. Zakonisht do me thonë që ato qifte që pranujnë me shku te psikologu, e vlerësojnë psikologun. Thash, e ka një farë, do me thonë, bot kuptimi ma gjerë, e pranujnë psikologun, punën e vetë, nuk e kanë atë stigmën që me shku te psikologu është hala marë ose tabu. Këto qifte po, për ndryshe është prap një numër i vogël i tyne që shkojnë, sidomos me shkujt, prap femna ndoshta në aspektin emocional nuk hezitojnë me marrë për kraje, janë ma të hapura që me marrat më mbështetjen prej të tjerve, në këtë rast edhe prej psikologës, po për me shkujnë ndoshta pak ma pak. Po në përgjithësi qiftet, do me thonë përqindjet vogël është numri i tyne që pranojnë me shku te psikologu. Kur bëhet fjallë për ndarja, mendojnë që ma shumë të merë malli për personin, apo kur flasim për martesa, për investimin që e ke bo, se për lidhjet që aluan prakt martesës për kohën që e ke kalu me atë person? Unë mendoj që për të dyja, ta shumë varet prej qifte që shë ka ndërtu marrëdhënien, po mendoj që edhe për personin, edhe për kohën, për investimin, për shembull unë kam pa plot raste, kam dëgju plot x raste, x qifte që thonë s'po muj me haru, s'po muj me te i kalu se kom investu shumë ta, se për shembull ndohet një qifte dhe thot, po unë 5 vjetë jam kun me ta, 2 vjetë jam kun me ta, do më thonë me vite, non stop e kanë instinktivisht ata që me vjetë, do me thonë, kom investu në qatë marrëdhënie, kom dërtu, kom pas synimet që me kriju familje, me konë të njetën, edhe është pikrisht, do me thonë, që kjo investime, koha që e kanë kalu me një tjetrin që e bën hala, ma të ranë që mundo. Po a nëzit edhe kjo me qëndru me një marrëdhënie që është jo e mirë, mande edhe për fëmijët edhe për që kjo investime, një farë kërcënimi për... Nashta muj me thonë është edhe një farë i nate, ka qifte që edhe e kanë ati natin, po qush me lonën e që sa me ta s'podu me hek dorë, që sa vjetë kom investu, do me thonë e kanë edhe atë pjesën e i natit, po që për me vazhdu masani lidhjen, po më në indikojnë edhe faktorët e tjerë, mundet me qenë fëmijët, hatri i fëmijëve, që shebojnë edhe plot, mundet me qenë thjesht mos me prish martesën, unë kom dëgju plot raste që ndoshta ndodhin tradhti në qeft kanë mbrinë edhe deri te përdeshjet fizike, do të thonë dhuna emocionale në ekstremitete të tilla, po që prap vazhdojnë veç që mos me prish martesën, thjesht mos mundo. Do të thonë nuk duhet që edhe mentaliteti dhe mosha, se tash varet në çfarë moshe të nxen. Në kom për shembull ndoshta 50 vjeçari, i 2-3 fëmijë, i pak ma problem për mundo. Po, edhe rastet e divorceve në mosh ma të shtyme, do më thonë e përmendje edhe zotëria në fjallë, jenë ma të